Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve, po Gjoni at the movies me mua Edean dhe Edin. Do të jemi së bashku për plot një orë. Do të flasim për filmat dhe premierat më të fundit në Cineplex dhe gjithashtu në pjesën e dytë, si gjithmonë, nëse nuk na keni dëgjuar më parë, ne me shumë dashuri përgatisim një listë me sugjerime për të gjithë ju që nuk dini ç'të shikoni, e gadisim dhe kavërdisim atë si dy shefat special që jemi dhe e sugjerojmë për ju. Kështu që nëse futeni në YouTube dhe i shikoni të gjitha ato episodet tona, o zot, sa shumë filma keni opsione prej nga të cilët të zgjidhni. Sepse të zgjedhësh një film është ndoshta gjëja më e vështirë në botë, sidomos për ata që i kanë qejf filmat dhe kanë parë shumë prej tyre, dhe zgjedhja e një të riu është një sfidë më vete. Unë jam i freskët sepse mbrëm isha në kinema, por do t'ju tregoj pas pak se çfarë filmi pash dhe më pëlqeu apo jo. Dhe sigurisht në pjesën e dytë do të flasim për disa sugjerime dhe për disa të reja nga bota e kinematografisë. Janë dy filma me protagonist shumë të njohur, qoftë nga ana regjisoriale dhe aktoriale, që pritet të vinë dhe ne do i zbulojmë vetëm pas pak. Sigurisht që gjithë programit do t'jemi edhe me kolonat zanore të filmave, të cilat sigurisht i japin akoma një energji tjetër këtij programi që flet për kinematografin. Kthehemi pas pak dhe flasim se çfarë ndodh në Cineplex. Rikthehemi në program, ashtu siç ju thash pak më parë, mbrëm isha në kinema Edea dhe pash Lilo dhe Stitch. Dua impressionin për shtypjen tënde të parë. Nuk të thash asgjë as përpara se të nisnim emisionin. Po pra, po bëj sikur se di tani. Po, më pëlqeu shumë edhe ishte si një lloj feste. Pse do thuash ti? Sepse kishte shumë fëmijë në sallën e kinemas. Dhe ke parasysh si fëmijët, të cilët sigurisht nuk do të zënë një ulë se ta hanë kokoshka dhe të rinë aty për 2 orë duke parë filmin, por kishte pafund reagime, fëmijë që flisnin, dikush ngrihej nga karri, ishte një rrëmuj, po aq e bukur, nuk ta shpjegoj dot. Ta bëte ta shijoj akoma më shumë filmin nga reagimet. Sepse ti kishe edhe filmin, po kishe ku diun dhe një fëmijë që fliste, "Ua, mam, ku diun për Stitchin, për gjërat." Po qan ajo për Stitchin dhe fillonte dhe qante edhe kjo. Domethënë kishte pafund skena të tilla, edhe të ishte edhe shumë interesante të dëgjoj edhe baballarët ose nënat, të cilat secila kishte atë shpjegimin e vet. Pra bënte pyetje një gocë, po pse po qan Lilo? Po ajo e do atë, pastaj po çfarë është ky, po është një qenush etj. Pra kishte shpjegime të pafundme. Dhe mua më pëlqeu shumë dhe ishte me të vërtet i përmbajtur i gjithi tek filmi i animuar i viteve 2000, sepse kishte edhe të rinj të tjerë që në fakt për shembull kur ishte Lilo në një moment në krevat dhe ajo thot një shprehje, ku diun, më lini të vdes këtu, pra ishte edhe shprehja e njëjtë. Dhe njerëzit e thonin këtë përpara se ta thoshte Stitch në film, pra domethënë ishin përmbajtur deri në detaje filmit të animuar. Edhe këtu i rikthem asaj që ne diskutojmë shpesh herë, që sa bukur është kur i qëndrojnë besnik originalit të Disney, sepse patjetër Lilo dhe Stitch është një film që ndoshta tani po prezantohet edhe për brezin e ri që ka parë versionin animuar, po për shkak se kanë dalë aq shumë filmat animuar, ndoshta nuk i ka tërhequr aq shumë saç na ka tërhequr ne dikur, po flas për brezin e fëmijëve tani që janë shumë të vegjël dhe kanë një larmishmëri filmash prej nga ku të shohin e të zgjedhin. Dhe sa bukur është se ti tërheq atë audiencën që jemi ne brezi në të 20-tat, në të 30-tat tashmë, që duam të kthehemi dhe të rindezim atë llampën te koka jon me kujtime fëmijërie dhe duam të na pulsoj fort ajo llampa. Dhe shumë skena komike, sidomos Stitch ishte padyshim shumë qesharak, shumë fani, po edhe 2 alien të cilët zbresin nga planeti i tyre që janë vënë në ndjekje të Stitchit për ta rimarrë sërish në planetin e tyre. Do të thonë ishte në tërësi të jepte një energji shumë pozitive, sidomos kur dilje nga kinemaja ishte vërtet i çlodhur. Kinemaja ishte plot, kishin në vendosur në Cineplex. Po, unë tamam dhe një mori fëmijësh, më shumë goca ishin fakt të vogla që kishin ardhur për të parë, ndoshta sepse vet Lilo si personazh i tërheq më tepër. Megjithatë filmi absolutisht nuk është një film për vajza, siç e kemi thënë edhe javës së kaluar. Kishin vënë dhe një frame në Cineplex, një dallg surfi ku fëmijët mund të bënin foto, pra ishte e kompletuar e gjitha, kështu që më pëlqeu shumë atmosfera. Dhe duhet të thënë që ndoshta
rivali kryesor i Lilo dhe Stitch ka qenë këto ditë Mission Impossible The Final Reckoning, që gjithashtu shumë i suksesshëm. Megjithatë, Lilo dhe Stitch e ka kaluar në box office Mission Impossible, dhe ishte interesante sepse të dy filmat ishin përballur edhe në vitin 2002, pra ka dalë edhe në atë kohë një Mission Impossible edhe Lilo dhe Stitch me versionin e animuar. Atëherë kush e mori stafetën? Për këtë jam kurioze. Mission Impossible. Okej. Kështu që është pra na është një lloj mërzitur pak revenge. Tom Cruise. Po, me siguri që po. Kështu që është një lloj përballje e dytë kjo që nxjerr fitues Lilo dhe Stitch. Megjithatë ka edhe filma të tjerë, ashtu siç kemi folur, Sinners dhe Thunderbolts janë gjithashtu mjaft të suksesshëm dhe mund t'i gjeni në Cineplex në orare të ndryshme. Megjithatë, po themi dy premiat kryesore që janë edhe të fundit është Lilo dhe Stitch dhe Mission Impossible. Dua të flas pak për filmat që do të vinë: Megan 2.0, Superman, Jurassic World, Smurfs, F1 për Formula 1, How to Train Your Dragon, janë gjithë filma që pritet të vinë, edhe këto janë vetëm disa nga emrat e mëdhenj që unë zgjodha ti përmend, se jam e sigurt që do e mbushin kineman. Kështu që nuk ju pret vetëm një verë përvëluse në Tiranë dhe shkatruese. Në Cineplex është shumë fresk edhe ku ka qef më të madh se kur është ai dielli zhuritës jashtë, të jesh aty në freskinë dhe në errësirën përpara atij ekranit të madh plot ngjyra, drita dhe filma shumë të mirë. Sigurisht, këto ishin sugjerimet për në ekranin e madh të kinemas, për në ekranin e vogël do të rikthehemi pas pak. Të shtëpisë ose telefonit në rast se jeni nga ata njerëzit që e mbajnë kështu si puna ime para se t'i zej gjumi, kam një sugjerim fantastik pas pak. Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbuloni sugjerimet e mia dhe të Edit dhe sot nuk e di, jam kurioze Edi çka ke përzgjedh ti. Kam përzgjedhur një film të ri, i cili nuk ka dalë ende, por që do të vi. Po, çike këto sugjerime në të ardhmen? Unë do bëj disa në të tashmen tani. Jo, unë jam gjithmonë një hap para atje. Kisha në fakt kohë që isha shkëputur nga të parurit filma në Netflix. Vazhdoja paguaja abonimin tim, po nuk është se shikoja aq shumë, se mendoj që edhe platformat të tjera, Hulu, HBO kanë A24 kanë nxjerr filmat e tyre që kanë marrë vëmendje tërësisht tjetër, edhe Apple TV ka qenë shumë e suksesshme gjithashtu. Disney që njerëzit po shohin gjithçka atje dhe ndoshta isha shkëputur pak prej saj, ama më riktheu në vëmendje një film që po bën të zhurmë kudo në për rrjetet sociale, TikTok e gjithçka tjetër, dhe po flas pikërisht për Sirens. Nuk e di a ke dëgjuar për Sirens. Nuk kam dëgjuar, me thënë të drejtën, ose jam unë që kam rralluar përdorimin e TikTokut shumë kohët e fundit dhe me siguri që mund të jetë kjo. Mezi pres të zbuloj. Kjo është ndoshta nga që ka një cast protagonistesh me 3 aktore femra, nuk të ka arritur tek algoritmi jot për atë sekondazh që me shumë mundësi. Por ma besto është një film për të madhe të vogël, grua burr, shërndësika. Sirens mua më ka glabëruar, janë 5 episode të shkurtra, jo dhe aq, po themi diku te 45 minuta, 1 orë, po është limited series, pra unë e sugjeroj si zgjedhja perfekte e fundjavës, pasi ju mund ta përfundoni shumë shpejt. Nga traileri nuk më tërhoqi aq shumë, gjë që më rikujtoi se një libër nuk duhet gjykuar nga kopertina, edhe bëjmë shpesh herë të shohim një trailer dhe themi, ndoshta s'është aq interesant filmi, po në shumicën e rasteve po gabojmë me këtë gjykim. Flet për është një komedi e zezë, ndoshta të sikletos më shumë se ç'të bën për të qeshur, do thoja unë. Është adaptuar nga një shfaqje teatrale dhe gjithçka zhvillohet përgjatë një fundjave në një ishull veror. Është një nga këto ishujt ku kryesisht të pasurit e Amerikës shkojnë për të bërë pushimet e verës dhe kanë ato rezidencat e tyre perfekte të bardha, ku kujdesen për kopshtin dhe kanë një staf gjigant me 100 njerëz që sigurohen për mbarvajtjen e gjithë kësaj shtëpisë. Në qendër janë 2 motra, Devon, e cila ka mbetur në New York, po mundohet shumë që të rregulloj financat e saj, po kujdeset për babain e saj që ka demensha, po përballet me sfidat e saj me alkoolin, dhe motra e saj Simon, e cila është asistentja e një bilionereje filantrope që jeton në këtë ishullin veror amerikan, ku njerëzit është shqetësimi më i madh i tyre i ditës është se kush i vendosi ato lulet në tavolinë që nuk e i shkon ngjyra me ato lulet e tavolina tjetër. Pra kemi këto dy realitetet, ama shohim se si kjo motra vendos
të niset për tek ishulli dhe të marr motrën tjetër sepse thotë, "Hey, jam vetëm unë që po kujdesem për babain, dua që edhe ti të më ndihmosh se në fund të ditës je motra ime." Dhe gjen motrën e saj të transformuar me nga këto fustanet pastel me rosak dhe tërësisht të bindur dhe të indoktrinuar kundrejt shefet së saj, që po ta shohësh faktikisht mua si fillim Julianne Moore është në rolin Michaela në rolin e filantropes bilionere, shefes, po. që ndoshta mund të mendonim se Julianne Moore është, nuk dua të them demode, Julianne Moore kur nuk mund të jetë demode, po siguri kishte ardhur ajo koha që nuk do jesh më ajo protagonistja kryesore sepse vitet hera herës, sidomos për femrat në aktrim luajnë rolin e tyre, pra ti nuk mund të marrësh më një rol që ndoshta do ta shndrisësh aq shumë sa kur ke qenë pak më e re, ama di të them që Julianne Moore në këtë film është e adhurueshme, të paktën për mua është fantastike dhe Devon shkon dhe shikon që motra e saj Simon, të paktën ashtu i duket asaj, sikur është bërë pjesë e një kulti, këta kujdesen për Zoe, kanë një jetë shumë të mbyllur, po themi. Kanë nga këto jetët ku ti fokusohesh te gjërat e vogla për të mbuluar pislliqet e mëdha që gjenden nën sipërfaqe. Pra, do të thuash që kjo ishte thjesht një kamuflim i asaj çfarë ndodhte në të vërtetë. Është një, mendoj një se po futemi kështu në të thella, është mendoj unë, ndoshta është një gjykimi imi që i bëj këtij grupimi njerëzish, po është si një gënjeshtër që i thuhet vetes që le të shqetësohemi për këto gjërat minore idioteske, sepse nëse do rrim dhe do ulemi të analizojmë problematikat e vërteta dhe hallet e vërteta që kemi, pa çka se financat nuk përbëjnë një problem fare në rastin e Julianne Moore, rast të Simone e të tjerë, do na dalin shumë boshllëqe, kështu që fokusi i tyre është vetëm te kjo, po ti shohësh është një, nuk e di, do ta krahasoja me Stepford Wives, pra ajo shkon aty dhe janë të gjithë Hello Claire, janë si të lavazhuar. Kjo i përmbush në një farë mënyre, I përmbush dhe i mban të shpërqendruar, këtë mendoj unë. Dhe Devon është tërësisht ndryshe, por edhe Devon është një personazh që ti kur e shikon thua, po mirë, ti e shikon që motra jote është e lumtur dhe po jeton jashtëzakonisht shumë mirë, pse do që t'ja prishësh këtë. Pra nuk po shikon ndonjë gjë të keqe që ti duhet ta marrësh. Por fillojnë disa gjëra të dyshimta të dalin në sipërfaqe, si fakti që un jam te seria e dytë, po bëj një parantezë pa e parë deri në përfundim. Si fakti që ajo flen në një krevat me shefen e saj, kanë një si rutinë dite të çuditshme, ku çdo gjë e bëjnë së bashku. Një lloj investigimi pra sapo ka filluar për të kuptuar më tepër se çfarë po ndodh. Okej, më pëlqen se pas ka dhe mister brenda. Pra sidomos në këto dy seri të para ku gjithçka lihet për në VMC. E fundit, një gjë më pëlqeu shumë, stafit nuk i lejohej të hante karbohidrate, të gjithë. Nuk ka rëndësi se çfarë lidhje kishin ata me pronarët e shtëpisë, ata nuk mund të hanin karbohidrate edhe nëse ishin thjesht shoferi. U bëra shumë kurioz, me thënë të drejtën, edhe kam përshtypjen që këtë fundjavë është direkt në listë. Sirens titullohej për të gjithë ju. Shumë interesant, shumë mister, kështu që janë vetëm 5 seri apo jo, dhe është perfekte për një fundjavë. Mirë, shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At the Movies për sot. Së bashku do të dëgjojmë javën tjetër me sugjerimet të tjera. Edi e bëri sugjerimin e tij që nga nisja e emisionit dhe thotë që Lilo dhe Stitch është zgjedhja e dur për të parë në Cineplex për momentin. Shumë premiera të tjera po vijnë të reja, kështu që Vera ju pret me pafund zgjedhje. Absolutisht që po. E kam përshtypjen që javën e ardhshme do të mbetemi pikërisht tek premierat e mëdha, do të rikujtojmë edhe një herë se çfarë do të ndodhë gjatë verës në Cineplex, se për pak ditë futemi edhe në qershor, dhe qershori është një pararoje këtyre pushimeve të mëdha që ne mezi presim diku nga korriku apo gushti. Sigurisht përveç Lilo dhe Stitch, edhe Mission Impossible The Final Reckoning po bën namin gjithashtu në kinema. Krahas shumë të tjerave që i gjeni në Cineplex, mjafton të shkoni tek cineplex.al dhe merrni të gjithë informacionin e nevojshëm. Nëse do jeni në shtëpi këtë fundjavë dhe nuk dini ç'të shikoni, ju duhet një film shumë i mirë ose një serial i limituar nga këta limited series me 5-6 episode, Sirens është i duri për ju. Dhe nëse ju ka pëlqyer Sex Edi, sa harrova ta them këtë më përpara, Big Mouth, nëse nuk keni parë Big Mouth, sezoni i fundit sapo ka mbritur, edhe ai nuk është limited series, janë diku te 10 episode nga 20 minuta, mund t'i glabëroni lehtësisht nëse jeni
edhe të shtunë keni fatin e të qenurit pushim të shtunën. Jeni të bekuar nga Zoti, shijojeni këtë periudhë dhe shikoni Big Mouth ose Sirens. Këto janë sugjerimet tona për ju, të paktën sot. Fundjavën e keni para plot me sugjerime. Ne dëgjohemi sërish javës që vjen. Kalofshi bukur e miru dëgjofshim.